Aktori suedez Bjorn Andresen, I njohur botërisht për rolin e tij si Tadzio në filmin e famshëm të vitit 1971 Death in Venice, ka ndëruar jetë në moshën 70 vjeçare. Andresen u bë I famshëm vetëm 15 vjeç pasi regjisori italian Luchino Visconti e cilësoi publikisht si djalin më të bukur në botë, një etiketë që do ta ndiqte gjatë gjithë jetës dhe do të kishte ndikim të thellë në karrierën dhe mirëqenien e tij personale. Gjatë xhirimeve të filmit, aktori përjetoi eksperienca të vështira, përfshirë presione dhe situata të papërshtatshme që ai më vonë përshkroi si traumatike, mes tyre edhe vizita të detyruara në klubet gay. Andresen ka rrëfyer në intervista të mëvonshme se ndjeu se ishte I shfrytzuar dhe pa kontroll mbi jetën e tij të re në dritën e famës. Pas suksesit ndërkombëtar të filmit, ai u zhvendos përkohësisht në Japoni, ku u kthye në një ikon pop dhe model I adhurueshëm nga miliona fansa, kryesisht gra. Pavarësisht suksesit, ai nuk arriti kur të shkëputej plotësisht nga hija e rolit të Tadzios, I cili sipas tij I kufizoi mundësinë për rolet më serioze. Në karrierën e tij, Andresen luajti në mbi 30 filma dhe seriale, si dhe zhvilloi një pasion të thellë për muzikën, duke u bërë pianist dhe kompozitor. Ai kishte 2 fëmijë me ish bashkëshorten e tij, poetën suedeze Susanna Roman. Bjorn Andresen do të kujtohet si një artist me shpirt të ndjeshëm, që u përball me anën e errët të famës së hershme dhe arriti të mbetet një figure paharrueshme e kinemas evropiane.